Përshëndetje dhe mirë se u rikthyer në një tjetër video të kanalit tim. Wow, na shikojnë njerëzit këtu tur për muje. Nëse do dalim tani, do dalim. Në që më balla. Thot mami, pastaj shtëpirë muje, ashtu e shikon e nxjerrë njerëzit. Unë nuk e palos asnjëherë kështu, këtë po nesër. Përshëndetje dhe mirë se u rikthyer në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që Ndanja dhe ju ndodheni te Ndanja's channel. That's for my leg. Është për kjo. Sot kam vendosur që të testoj shqipen e Emres, sepse do t'i flas gjithë ditën shqip. Dhe si mund ta testoj më së miri, duke dalë dhe duke u marrë me aktivitete të ndryshme. Dhe një nga aktivitetet që do bëjmë neve sot është të dalim për të ngrënë bukë edhe për të pirë ndonjë gjë. Unë u fiksova që në mëngjes doja të shkoja të pija të çokoladën e ftohtë të Mikelit, që është hapur këtu në Tiranë dhe mezi e prisim. Ayağına gümüş halkan. Şöyle. Shikoni çaberi. Muri birzilykun tim. Sa fare që është. Dhe po thoja ashta për Mikeli këtu në Tiranë dhe dua që të shkoj atje të pi prapa të çokoladën që piva kur shkova përpara disa ditësh, ditën e parë që u hap. Kështu që Emre, hajde këtu. Hajde këtu. Hajde këtu, dil para kamerës. Ay ne çar ayde këtu. Dil përpara kamerës, hajde këtu përpara kamerës. Çfarë do bëjmë ne sot? Çarke. Çfarë do bëjmë ne sot? Çarke. Jo çfarë kam unë, çfarë do bëjmë ne sot po të pyes? Azje. Si asgjë. Mikel. Jo, video, çfarë video do bëjmë? Mardem kapa şunu. Tamam, çfarë video do bëjmë tashi? Jo të bëhe. Oo. Sadece nefes almam gerek bir. E kështu që thoni ju. Pa humbur shumë kohë. Të marr unë çantën, kamerën edhe të dalim të ham. Vajt drejt, qa vajt ora 2. Vajt ora 2, çfarë do ham për mëngjesme? Shko. Ha. Çarke. Nuk e di çfarë do ham. Haydi. Hajde do flasim rrugës, hajde. Do flasim rrugës. Aynen. Po. Au. Zoti madh. Dhe juve e mbani mend videon e kaluar që unë u kapa me Emren se nuk vishet bukur edhe unë vishesha bukur. Budalaçkı. Kafayı yiyeceğim ya. E morit vesh të çarberon sot. E pash që ishte veshur kështu, e pash që kishte veshur ngrihe kamerën kështu, ngrihe kamerën. Kishte veshur këto një balancet. Edhe ato çorapet e gjata, edhe unë vesha një balancet e mia, vesha edhe çorapet gjata. Nuk i kam çorapet një balancet kam Nike, por nejse çon si ka kjo dhe moj. Po marrë edhe unë një çantë kështu tash si Emreja. İçerim artık, bu kadar da değil ya. Ne? O kadar da değil. Avaş. Ku do vejmë? Alo? Do marrë karburant. Si. Full. Full benzin. Benzin. Full benzina. Avash, bre, avash! Se s'ma as tripodin për telefonin. Qarë ke, bre, vitë mankojër, qarë ke? Ape këtë kutinë, qarë është kjo? Qarë ke? Ya niye benim aynı giyiniyor? Si dele keqe që jam veshur njësoj me te. Haydi. Pse? Kokore. Böyle kuti. E mbylle? Baba. Mirë, hajt. Çfarë do porositësh? Çfarë do porositësh? O vajt. Është tjetër ajo.
Do bugaqa. Bugaqa? Pa është ambëlsire. Bugaqa. Është ambëlsire. Ne hajde shikoj aty brenda. Prit. He, mi mbaro, he. Prit. Faleminderit. Më duket u bë kafeja gati. U bë kafeja gati. Faleminderit. Qa porosite ti? Si? Qa porosite? Qa porosite? Qa more për të pirë? Ai se amerikan. Ha, thua je në Shqip? Amerikanën me akul. Amerikanët e ftohtë. Po unë çfarë mora? Unë çfarë mora? Çokolata. Çokollatë. Çokolata. Mora edhe një penerli, quhet mediteran me krem djathi edhe me domate. Ishte shumë e mirë se e provova një pjesë herën e parë, një copë. Çfarë the? Ai të bësh mirë. Rofsh, edhe ty. Qeri, se unë sa i mbylla kamerën, tha të bëf të mirë, unë e hapa kamerën pra. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar Bajrami. Kadar yaklaşma. Mos ma pro kaq shumë te kamera. Ha benim çekiyorsun? Evet. Ha. Ha. Nereye gitmek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Çardo? Shqip, nuk Çardo kuptoj. Bey. Nuk kuptoj. Çardo Bey. Kush? Ti. Salak Çardo yapma Beş. kendini. Nukmos Ti por. çardo besh. Ne? Po haydi. Çardo bejmë. Haydi. Ne yapmak istiyorsun? Nuk e di. Ajde ikim nga liçeni. Ne ikim nga liçeni. Çardo Bey në liçeni. Do bëjmë gjitha? Do kënaqeni? Nuk e di. Sınav. Neydi? Exam. Se. Çfarë exam? I tell you. I tell you something. Ka je në Shqip. Un. Aha. Tel ne demek? Düşün, mendoje. Flas mı? Tamam. Onun flas something ne demek? Biliyorsun. Az. Azıcık. Ya. Nice. Nice. Aha. Onun flas nice. Aha, pastaj? Edhe ti nuk kuptoj. Bravo. Shikon. Mund të flasësh Shqip. Po. E mësove Shqipen. Po. Çfarë po bëjmë? Ku po vëmë? Nuk e di. Si nuk e di. Nuk e di. Çfarë po bëjmë? Ku jemi? Në liçeni. Bravo. Çfarë do bëjmë? Nuk e di. As unë nuk e Ti di. e di. As unë nuk e di. As unë nuk e di. As nuk. As As unë unë. nuk e di. As un nuk e di. Do ulemi aty, do tokëzohemi, do heqim çorapet edhe kupucët edhe do prekim tokën. Aynen. Ja, do vem atje. Po. Hajde. Do heqim çorapet, Aynen. Po. edhe kupucët, Aynen po. edhe do prekim barin aty. Unë do ta bëj. Po. Edhe ti. Po. Do heqim energjinë negative. Po. Ti shumë negative. Ta griva mishin, Ja, këtu, kur është hije, do ulemi në qik. This is not toprak, o toprak. Ne o toprak. Toprak senin negatif enerjini almaz. Të gjitha, e gjithë toka e me negativ energjinë. Ja, kështu. E po mja, surati tënd nga bën edhe të kurimi të qeli. Hajde ishi çorapet.
Jo. Ayakkabımı çıkaramam, çorabımı çıkaramam. Bir ton uğraştırma beni. Hiç çorap et tash, leri rafet. Ya. Çfarë do të bësh ti? Ku do të vesh ti në stratosferë? Ha? Ha? Çfarë ke? Azya. Njerëzit kanë ngrënë fara. Edhe I kanë edu këto, lëpushkat. O zaman gezme ayağınla. Siz vajtim në shtëpi të merrim një kuvertë batanie. Kishim vajtur në shtëpi të merrim batanie, të vinim këtu e të shtriheshim për qejf. Haklısın. Dhe ikim. E pastaj vim prap. Dhe ikim në shtëpi të marrim batanie. Yok. Pse? E vim prap, bëjmë piknik. Yok. Böyle mi video çekeceksin? Pozura me emrin. Nuk I flasme. Se më tha, kur zoti të krijoj ty të ka dhënë 95% kohë. Se vetëm flet. Edhe tani nuk I flasme, nuk I kthej me përgjigje për gjërat që më pyet apo më fut. Do shkojmë në supermarket të marr sa gjëra këtu se do gatuaj për veten e vet. Do marr të bëj tantuni. Përshëndetje. Mirësoje një ditëm kanalitin. Unë që jam Danja, do vejleni dhe Danjas channel. Sot, tani, unë sëpse... Qarke. Okej. Ayağıma bastın. Qa benzimat se si qenë kur të shkelin pa dashje? Sot, supermarketi hall. Tani, sëpse përshëndetje. Një kikirik krokant me kilogram. Yapma. Yapma ya lan. Lütfen haydi gel. Edhe deodorant. Çfarë deodorant? Për lavastërije. Për lavastëritje deodorant. Edhe kjo. Stika të pjekura me kilogram. Pastico. Pasticho. Pastico. Pastico. Pastiqe. Pastiqe. Po. Për Danja. Buk me pide. Edhe kos. Qa kos është tani? Qa kos I Pide tortilla. Edhe biftek viçi. Kaq. Biftek viçi. Pul. Fileto pule. Fileto pule. This camera for you. I'm very high. Ha, prita dhe. Can you fix it? Falja. Falja paç. Para. Fara. Fara. Me pak krip. Me shumë krip. Për unë. Kjo për unë. Për mua. Kjo për Danja. Edhe leblebi Qiqra. për çorum. Qiqra. Çorum için. Çorum'un leblebisi o. Çorum Jonathan. This is Çorum famous. Okej. Çorum yapıyor. Kos, maydanoz, çepë, domate për tantuni. Do bëj tantuni. Edhe të tjetërën? Kaq. Ha, edhe neydi? Pieşke. Pide. Pjepër. Ha pjep. Edhe pjepër. Mask.
3 mask, unë nuk e di çfarë mask. Krem, Hidratues. kondicioner. Balsam. Ha? Balsam. 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 Edhe mask, sleeping mask Për ka? për sleep, Jo, për ka? për buzë. Byta. Buzë. Për buzët. Ha, për buzët. Edhe fatura. Kaq. Tani unë ikim. Ti do ikësh? Şimdi Emreja do të Antoni. Mirë. Okej, bajt Antoni. Okay. Kosin për Antonin e more? This is for tomorrow. E bëri Emreja Supermarket Holding, tani të fillojmë të vendosim në përvende edhe do filloj të bëj tantuni, më tha. Tantuni është një gatim turk që unë e quajta burrito edhe më bëri llafe, më tha mos e krahaso me ushqime të tjera, atë që është autentike turke. Nejse, nuk e di se çfarë më ka ndodhur mua këtu. Do më ketë pickuar në një gjë, nuk e di, kam një puçër të madhe dhe më dhem shumë. Aşkım bu domatesi nasıl seçtin? Emreja bëri tantunin, edhe kjo është mënyra se si duhet ta lyesh piden. Bosa. Sa me ndyrë. Ka shumë vaj. Sus. Qa më shikon ashtu? Atë timin e ka bërë atje gati. Antoni böyle yapıyor. Se këtë të vetën e ka bërë me shumë spejt djegës. Ka bërë gati edhe qep, domate, majdanos. Edhe i ka hedhur këtu brenda. Inshallah e ha dot këta, se nëse nuk e ha dot atë, do ha këtë. Sa e çpi fëman. Ku gatuan Emreja, dynjaja bëhet, ç'të të them. Mua nuk më pëlqen asnjë lloj gatimi turk përveç kumpirit. Asgjë tjetër. Këto më bullandrisin stomakun. Sa personale e merr Emreja. Unë e vura atë timen këtu, po nuk e din nëse do ta ha. Shi. Rëmuj dynjaja. Zoti ma. Është djegse kjo, pikante? Ha? Jo. Më duke se do përfundoj ta pastiqen. Edhe inshallah është e mirë kjo. Pastroje këta që bere këtu. Mos më shiko ashtu, iq. Hajde të bëf të mirë, të lumshin duart. Unë e bëra kështu. Nuk e di se si do jetë. Kam frikë ta ha. Si gjithmonë Emreja dhe turshitshkat e tij. Një kafshat later. Ajo ishte tmerr pikante, tmerr. Edhe më tha nuk kam përdorur fare pikante, tha, spec. Abartma. Çfarë abartma? Mi që mora këta, se do kisha ngelur pa ngran. Edhe kjo s'është aq e mirë, të them të drejtën. S'po më qeka fare me një kafshat që ja ngra. Si përfundim, zotria i hangrit të treja të Antunit. Këta unë e provova edhe dy herë të tjera ma shpifi binte e erdhi ose dele. Ja ngrajmë patatin. Po haj edhe ca qisha. Po përtoj shumë të zbres të marrë buk. Zemran time. Mund të bëj makarona vetë, po nuk do të bëj makarona. Se kam mërë makarona të këto kohë. Kam... Ki zemra. Ja. Ja je. Dhe kështu më marrë buk me motor në furë. Ja iza imaje. Kam
konserv ton Rio Mare me përposa që kam shpatullat. Au. E kam me fasule. Mund të ha ato, po më duhet bukë. Film izlemek ister misin? Ai që shikoni aty? Ty? Do mos shikoj në filmu? Do të shikoj më film? Do të shikoj më film? Okej, çfarë filmi? Interstellar. Në rregull. Dhe ishte më marrë bukën. Po thoja, ai atje është Kemal Atatürku, Mustafa Kemal Atatürku dhe pronarët e postit parkimit që kemi ne këtu në apartament kanë patur një qiraxhim më përpara te një apartament që kanë ata, që ishte turke dhe i kishte lënë këta atje. Dhe kur unë ira që e pash apartamentin, se i kishin mobiluar nga fillimi, e pash ishte në balkon, sa shumë ç'ne English subtitles mi izlemek istersin? English Sen Talking bilirsin. mi izlemek istersin? Tjetër. Është në Netflix. Është në Netflix. Sanmıyorum. Netflix'te böyle kaliteli filmler yok. E po mirë, do ta dëgjoj unë atëherë. Ti Turkish subtitles. Ha, tamam. Dhe i thash, ju duhet tabloja? Nuk e besoj, tha pronarja. Po do flas me bashkëshortin, tha, edhe nëse do mund ta japim. Foli dhe më morën telefon, pastaj më thanë nëse do hajde mere. Edhe i kam vendosur këtu siç e shikoni. Edhe emreja tani sa që e shikon bën kështu. Nëse duhet të mbledh kuzhinën tani se nuk e shikoj dot kështu kaq zgjyrë, kaq pis. Mbarova së pastruari gjithë kuzhinën e vera dritë e kam bërë. Emreja gjeti filmin që do shikojmë, Interstellar, më në fund. Edhe unë përpara se të ulem që të shikoj filmin, do pres pak pjepër, ta vë në frigorifer, të ftohet, që pastaj të kemi mundësi ta ham. Edhe do vendos edhe një nga ato maskat që bleva, ato të biodensit, ta shikoj filmin rahat. Më kishte mbaruar hidratuesi, ai CeraVe që po përdorjam përpara. Pavarësisht se më bëri mirë, nuk do ta merrja prapë se doja të provoja diçka të re. Edhe rastisi që Angela kishte hedhur një video këtë javë, domethënë videon e fundit që kishte hedhur, edhe kishte bërë dhe ajo një blerje me produkte koreane dhe tregoi këtë produktin e Puritos që bleva dhe unë. Dhe tha që ishte shumë i mirë. Dhe unë i besoj Angelës verbërisht se e di që nuk poston asgjë në qoftë se nuk është për t'u rekomanduar edhe në qoftë se nuk ja vlen. Kështu që e mora edhe unë. Vetëm se tani nuk e di se si ajo do jetë për lëkurën time. Shpresoj që të jetë e mirë, domethënë. Pjepri gati. Unë sot jam për t'u larë në fakt, edhe këtë maskën duhet ta bëj pasi të bëj dushin, që është e vërteta. Por, duke qenë se kjo është maskë që mbahet për të paktën 3 orë, do e vendos tani. E lava fytyrën me CeraVe, e pastrova të gjithë, do me thënë atë skincare-in që kisha vendosur në fillim, në mëngjes, në fillim të ditës. Edhe do vendosim këtë maskën e biodensit me kolagen. Jo kam treguar edhe më përpara unë këtë, se kam patur marrë në Athinë. Më duket se ka qenë e njëjta maskë. E kisha vendosur në frigorifer. Gati. Për të parë filmin. Të provoj edhe këtë lip maskun Richery nga Laneige, si shqiptohet kjo. Kutia kishte edhe këtë spatulën e vogël për të marrë produktin. Duhet të shkurtoj thonjt. Janë zgjatur kaq shumë sa nuk po i menaxhoj dot tani. Dhe kur arrin në pikën që zgjaten kaq shumë, unë them është momenti që të bëjmë një ndryshim edhe t'i bëjmë pak më të shkurtra. Sa është mirë man. Sa super. Hajde hape filmin se jam gati. Şükür. Böyle perde. Çfarë ke? Marvel'ın süper kahramanlarından birine benzemiş.
Ne? Dur bakayım. İndir kamerayı. Çok komik olmuş. Me një çakmak edhe ndizën që qiririn të bjerë është mirë shtëpia. Me një qink ambiance romantikue. Hajde o bura. I ke tër çakmakët për jashta në balkon, çfarë çakmak jok? Bravo. Ya şükür zoti mad. Hatıralar beni de alınır. Neredesin? Na varse do t'ikësh duart. Të lumtë, faleminderit. Azca. Po i të së tërë. Lera, atë s'ka nevojë, s'ka gjë. Mirë, të lumë shinduart. Ah, daha mum var mı yakabildiğiniz? Jo. Oh. E po qarë ben? E po mja. Qarë ben? Ndiza aty tash, hajde të shikojmë filmin. Inalove, për porosim nga provër jam. Po. Po ma thuj vajtë. Po. Okej, mes dy pallateve apo te pjesa e tunelit? Po, okej. Pallatet. Ku të ndale vaj, mes dy pallateve apo te tuneli? Te dy pallatet. Okej, mes dy pallateve të ndirë aty se ja 1 minutë jam dhe unë aty, okej? Po. Dhe faleminderit. Afshim. Po fliste shumë shpejt. S'ke fal. Pa. Po. Dy palati. Dy pallate. Dy palate. Në mes të dy pallateve, he said in between two bina. Dhe maska ime është në këtë gjendje. Kjo këtu, edhe kjo këtu, e thith gjithmonë më shpejt këtë ilaçin. E vetë, pjesa tjetër është pak më vështirë. Këtu normale nuk ka për të bërë ndonjëherë transparente, se janë këto të dy të mbi vendosrat. Dhe këtu edhe këtu. Kështu që besoj për pak duhet ta heq. Po tani të ha buk. Tani të ha buk! Porosita nga proper. Sa të bukura mu bën buzët me atë lip maskun. Wow, sa bukur duken! What? Wow, sa shkëlqejnë! Wow! Interesante. Anyway, porositim nga properi pizza vetëm për mua. Porosita white chicken pa prosciutto, ishte va patata. Të shikojmë se si do jetë këtë rast. Nuk kisha porositur ndonjëherë nga Wolti tek properi. Po duhet bëj buzët prap, edhe mjekrën se më kanë ikur. Kjo vija duhet jetë, më thënë njesh, duhet të prek mjekrën, buzët edhe hundën. Më shikoni që nuk prek mjekra? But anyway, na dojnë lek, do bëjmë pushimet njerë, pastaj buzët. Aman, kush më mori mua pizzën, aman. Hajde ndize dritën. Senin pizzaniyeri. Këtu, jo më, e dashke, po unë qërda? Ne kadar küçük. Si dhe Coca-Colën? Aman. Ja! Aman. Hynë! Ndite dritën tashë. Ata shikëm qa pizza ka ardhur. Jej, paska dhe patate. Ndite dritën. Rofsh. Aman. Ja, po i rëzove atë të griva. Rofsh. Shuaj e dritën andej, dizë dritën këtej.
Ndize dritën këtu! Ha, rofsh! Ha, të lumë dorë. U mundova të haja e këputa këtë pjesën këtu. Po më lëviz kjo, kështu që po e hiq fare maskën. Punën e saj e bëri, mjaftueshëm, besoj. Do e hedh pastaj. Edhe lëkura shkëlqen. Sa bukur? Ta hara hatani. Dhe ky është fundi I kësaj videoje që unë po e filmoj mbylljen pas gati një jave, gati. Tani, dua të komentoni tek pjesa e komenteve, në qoftë se Emreja ja doli që të kuptonte dhe të fliste me sukses tek dita ku unë I flisja vetëm shqip. Normalisht nuk kam filmuar çdo gjë të mundshme, sepse është e pamundur të filmosh gjatë gjithë ditës. Por ja dolëm që të bëjmë disa aktivitete dhe copsa kur unë I flas Emres vetëm shqip. Në qoftë se doni edhe video të tjera, më komentoni edhe këtë pjesë. Tani normalisht me kalimin e kohës Emreja po mëson akoma më shumë shqipen, kështu që do arrim në pikën që çdo video që ne do filmojmë do jetë vetëm shqip, po derisa të arrim në atë pikë, këto do t'i marrim si sfida të vogla. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe do të shihemi në videon e radhës. Por përpara se të largohem, mos harroni që të bëni subscribe, like, share kësaj videos dhe të më ndiqni në Instagram. Kështu që do të shihemi në video më të bukura sepse kemi dhe pushimet përpara. Ju pu dhe ju përqafoj të gjithëve. Mua! Bye!